Kur ne mendojmë shumë dhe pyetjet rrjedhin njëra pas tjetrës dhe mendimet nuk na lënë të qetë, kjo nuk do të thotë që ne jemi shumë inteligjent. Jo. Por ne vuajmë nga mungesa e besimit tek vetja jonë. Kur nuk i besojmë zërit ton të brendshëm, mendja përpiqet të zëvendësoj intuitën me kontroll. Dhe aty fillon lodhja shpirtërore. Shpirti flet qetë, por mendja flet me zhurmë. Sa më pak besim kemi tek vetja, aq më shumë mendja na kërkon siguri dhe kjo e ul vibracionin ton. Kur vibracioni bie, ne ndihemi të bllokuar. Jo sepse jeta nuk po ecën, por sepse energjia jon nuk po rrjedh. Të menduarit e tepërt e mban energjinë ton këtu në kokë, ndërsa shpirti kërkon të lëviz. Kur nuk i beson vetes, çdo mendim peshon shumë dhe çdo hap të rëndohet. Zgjidhja nuk është të mendosh më shumë, por të ndjesh më shumë. Të kthehesh tek heshtja brenda vetes tënde, aty ku shpirti yt e di gjithmonë drejtimin. Besimi tek vetja është një frekuencë që ne i shtojmë vetes tonë. Kur ne besojmë tek vetja jon, trupi ynë relaksohet, fryma thellohet dhe mendja nuk ka më aq forcë. Kështu që vendimet tona bëhen të lehta. Kur ti fillon t'i besosh vetes tënde, vibracioni yt ngrihet. Dhe kur vibracioni ngrihet, jeta fillon të lëviz natyrshëm dhe lirshëm.